Java ishte java jonë, ishte java e qytetarëve, ishte java e opozitarëve. 10 shkurti, kryevritja paqësore më e fuqishme të historinë e Shqipërisë pas 20 shkurtit të vitit 1991, pati një jehon të jashtëzakonshme në Shqipëri dhe në botë. Ndaj dhe do të përsëris mirënjohjen time më të pakufishme për të gjithë ata që u përgjigjen thirrjes së ndërgjegjes tyre, që me 10 shkurt në kryerritjen madhështore paqësore tronditën gjerë në palc narkoregjimin dhe përcollën në çdo zemër, në çdo votër shqiptare, por dhe të gjithë miqt e Shqipërisë dhe njerëzit i ridashtë në botë, mesazhin e shpresës, mesazhin e dignitetit të qytetarëve shqiptarë përkundër lajmeve të zeza, përkundër qëndrimeve të turpshme, të kreut të organizatës kriminale dhe qeveritarëve të tij, këto muajt e fundit. Unë mund të them se 10 shkurti ishte dita jo vetëm e guximit të madh, por edhe dinjitetit të vërtet të shqiptarëve. Kreu i organizatës kriminale të narkoshtetit thirrej në Bruksel për të nxjerrë kartonin e zi, atë karton që meriton. Për të dhënë ultimatumin që ose dorëzo Lubin, eventualisht dhe vetën tënde, në prokurori dhe gjykat, ose do përballesh me pasojat më të tmerrshme që ti nuk i imagjinon. Por ne ishim në shesh për t'u thënë partnerëve tanë se ne jemi në shesh dhe në betejë pikërisht se organizata kriminale nuk ka asnjë legjitimitet. Ajo ka grabitur zgjedhjet, i ka shtruar në farsë elektorale dhe ka grabit miliarda euro nga taksat e qytetarëve dhe pasuritë publike të shqiptarëve. Pra ne ishim në sintoni të plot. Dhe kjo ka një rëndësi të jashtëzakonshme, sepse qëllimi ynë më madhor është integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian.